Ndjenja më e keqe është edhe nëse zhdukesh nga kjo botë, askujt nuk do t'i mungosh. Por nis me këto fjalë historinë e Vjollës Akullës, e lindur në 4 maj të vitit 1959 në maternitetin e Rubikut. U braktis nga nëna e saj biologjike në Befatrofin e Shkodrës vetëm kur ishte 7 ditë. Ajo erdhi në jetë si gjithë ëngjët e tjerë, por kur nuk u rit si ata. Për të, jeta nuk ka qenë e lehtë. Deri në moshën 7 vjeçare qëndron në parashkollor. Më pas e transferojnë po në shtëpinë e fëmijës në Shkodër. Ditët kalonin dhe Vjollca arritej pa dashurinë prindërore. Për të, fjala nën është një fjalë huaj. Në vitin 1975 deri në vitin 1979, ajo jeton në konviktin e shkollës mekaniko-bujqësore në qytetin e Shkodrës. Dikush i mungonte, por pafajësia, buzëqeshja, sytë e mbushur plot shpresë nuk mungonin në fytyrën e saj. Në moshën 19 vjeçare, Vjollca kurorëzohet dhe nga ajo martesë lind një djalë i quajtur Genti. Jeta nuk e buzëqeshë, martesa e saj dështoi. Genti qëndroi me të atin. Vetmia përsëri ju bë shoqëruesja e saj. Për 3 vite me radhë ishte e pastre. Ajo endeshe në përmikeshët e saja për të kaluar natën apo për të ngrënë të paktën një vakt buke në ditë. Asnjëherë nuk humbi shpresat, se dhe për të do të vinte një ditë për të larguar nga kjo skëter vetmie dhe mërzitjeje. Çdo ditë si të lotonin. Genti nuk po rritej pranë saj. Në vjeshtën e vitit 1986, Vjollca njihet me një djalë nga Vlora, martohet dhe lind 3 djem, Sokolin, Amarildon dhe Arditin. Fillimisht, gjithçka po ecte mirë, por kur tradhtia bashkëshortore ju bë pjesë kësaj lidhje, gjithçka u shkatërua. Divorcohet në vjeshtën e vitit 1990. Trishtimi më i madh i jetës së Vjollcës ishte kur detyrua të linte Sokolin dhe Amarildon në Befatrofin e Vlorës dhe Arditin në atë të Shkodrës. Me Sokolin dhe Amarildon ajo humbi kontaktet që pasi ata i bërësuan. I vetmi që Vjollca ka pasur kontakte është Arditi. Dhimbja dhe trishtimi ishin ulur këmbkryq në shpirtin e saj. Në këtë mënyrë, ajo kalon disa kriza psikologjike. Ditët kalonin dhe Vjollca sërish gjen forcë për të vazhduar jetën. Sot, 54 vjeç, ajo jeton në një dhomë të konviktit Safet Spahiu, të gjuhëve të huaja në Shkodër. Atë dashuri të munguar prindërore kërkon t'ja u jap pafund fëmijëve të saj, por nuk ka pranë asnjë prej tyre. Të 4 fëmijët e saj ndodhen me kilometra larg tokës shqiptare. Si ka qenë jeta për ty? Jeta ime ka qenë shumë e vështirë. Jam rritur jetime, pa nën, pa baba, pa asnjëri, e vetme, pa lekë dhe gjithmonë e varfër. Fëmijët se kam parë me sy që të vegjël. Çfarë detyrohesh të çoje të 3 djemt në Befatrof, edhe djalin e Mastalije me babain e tij? Po, nuk kisha me çfarë t'i risja, s'kisha lekë. Nga burrat u ndava, thash, t'i çoj në shtëpinë e fëmijës. Ati u të rriteshin më mirë se me mua. Për djalin e madh, Gentin, kishte mundësi më të mira për të rritur. Prandaj lash. Si është për një femër apo nën të moshës tënde të jetojë vetëm, larg fëmijëve të saj? Shumë e vështirë. Si nën dhe si femër. Jetime e vetme dhe pa familjen e saj dhe pa ngutësinë e djemve të saj. Shteti, shoqëritë të ndryshme, ju kanë mbështetur apo ndihmuar për gjendjen në të cilën ju ndodhen? Asgjë. Shteti, as shoqatat, vetëm shoqjet time më kanë ndihmuar dhe një familje shkodrane. Punë të rëndon të kam bërë, aman me të keq. Me si e kam mbushur barku në bukë. Zemra e Vjollcës ka vetëm trishtim, zhgënjim dhe shumë mall për 3 djemt e saj. Jeta të sjell situata të ndryshme që duhet t'i kalosh, por Vjollca nuk ka qenë asnjëherë
fëmijë, femër apo grua e mbrojtur e rrethuar me dashuri. Askush nuk i ka dhënë vëmendje. Nga goja e Vjollcës dalin plot dhimbje këto fjalë. Nëna më la jetime, jetimi nuk ka fat kur. Edhe këto ditë të ftohta dimri, ajo pestron çdo vagon treni që ikën dhe vjen, si për të kujtuar vetes jetën që ikën dhe vjen, duke pastruar çdo shenjë të hidhur të së shkuarës dhe me shpresën se një ditë do të mbëri në atë stacion ku do ta presin të 4 djemtë e saj. Varfëria, mungesa e gjakut, divorcet e një pasnjëshme e bën që Vjollca të kalonte jetën e vetme. Ajo shpeshherë shprehet, ngela e vetme, pa mbrojtje, që 18 vjeç, shteti nuk u kujtua kur për mua.